Koalicioni Vlen ka mbajtur tubim në fshatin Slatin të komunës të Arcës, ku ka kërkuar mbështetje për kandidatin Daud Memishi. Në fjalimin e tij, kandidati Memishi tha se kjo komunë është lënë pas dore dhe premtoi se do të kthejë besimin, drejtësinë dhe shpresën tek një brez që po rritet me ndjenjën se asgjë nuk po ndryshon. Ne do ta bëjmë komunën e të Arcës komunë të punës, të rritjes dhe të barazisë. Do investojmë në bujqësi, do të investojmë tek të rinj tanë, në sport, në çdo familje që kërkon vetëm një mundësi për të rizgjuar apo për të ecur përpara. Të Arca ka njerëz shumë të mirë dhe të ndershëm, të aftë, krenar, vetëm dikush duhet që ata t'i dëgjoj dhe t'u jep mundësinë. Ne jemi sonte këtu për t'i dëgjuar dhe për t'u dhënë mundësinë. E them me plot bindje, koha atyre që mashtruan po përfundon, koha e qytetarëve nga sonte po fillon. Këtë betejë ne do ta fitojmë, jo vetëm me fjalë, por me punë, me zemër dhe me qëndresë. Ne nuk luftojmë për pozicione, por luftojmë për të Arcën, për të ardhmen e fëmijëve tanë. Unë besoj në ju, besoj në këtë vend, besoj se me 19 tetor, historia e të Arcës do të shkruhet krejtësisht ndryshe. Në ndërkohë, njëri nga liderët e koalicionit Vlen, Bilal Kasami, foli për rëndësinë e këtyre zgjedhjeve duke nënvizuar se për dallim nga kundërshtarët, në këto zgjedhje qytetarët kanë një opcion për të zgjedhur dhe ai është opcioni Vlen. Edhe një herë po i themi aliut dhe opozitës, e keni gabuar kampanjën në kohë dhe në hapësirë. Në zgjedhje lokale duhet të ofroni kandidatët më të mirë dhe programën më të mirë. Dhe këtë po e bëjmë ne. Nuk ikim nga diskutimet që kanë të bëjnë me të drejtat e shqiptarëve. Arbeni i tha shumë mirë që ne kemi arrit realizojmë projekte të cilat ata për 23 vite nuk i realizuan. Këtu do të përmendi edhe medresen, që e premtuan çdo cikël zgjedhor, morën votat e muslimanëve në çdo cikël zgjedhor dhe të fundit bën një mashtrim shumë të ulët. Me një vendim antiligjor, kryeministri i tyre i famshëm e legalizoi medresen që me njëherë pas zgjedhjeve gjykata kushtetuese ta abrogoi atë vendim. Pra, ne edhe këtë zgjidhëm me ligj. Në tubim folën edhe shefi i shtabit të koalicionit Vlen, Adnan Azizi, bartësi i listës për këshilltar në komunën e të Arcës, Lavdin Farizi, kreu i Alternativës Zeqyria Ibrahimi, zëvendës kryeministri Arben Fetahu dhe përfaqësues të tjerë lokal e qendror të koalicionit Vlen.